Ernest Muçi dhe Christian Aslani janë dy futbollistët shqiptar të cilët janë kthyer në protagonist në kampionatin turk. Mesfushori me tipare sulmuese i dal nga Akademia e Tiranës, Ernest Muçi është në momentin më të mirë të karrierës së tij, duke qenë hero i skuadrës së Trabzonsporit pasi është lojtari më në formë në këtë skuadër. Nga ana tjetër, Aslani duket se i ka bindur shumë shpejt drejtuesit e Beshiktasit për të blerë kartonin e tij nga Interi, por kjo dëshirë përkthehet në miliona euro dhe për të bërë të mundur që Aslani të transferohet përfundimisht në Stamboll, mund të bëhet shkak Ernest Muçi, i cili pritet të mbushë arkat e klubit bardhezi. Muçi luan si i huazuar te Trabzonspori, megjithatë klubi ka të drejtë që të blejë kartonin e tij për 10 milionë euro. Paraqitjet që Muçi ka bërë me skuadrën e Trabzonit janë breslënse, duke shënuar dhe duke asistuar rregullisht si në kampionat ashtu edhe në Kupën e Turqisë. Këto paraqitje i kanë bindur stafin teknik, por edhe atë drejtues të Trabzonit për të blerë përfundimisht kartonin e futbollistit. Media turke raportojnë se klubi është gati të bëjë pagesën e këstit të parë me përfundimin e sezonit dhe pak muaj më vonë do të bëjnë pagesën e këstit të dytë për të vendosur përfundimisht fatin e Muçit. Por ky rrugtim nuk përfundon këtu, pasi me transferimin e Muçit përfiton dhe Christian Aslani. Klubi nga Stambolli duhet që të paguajë edhe 11 milionë euro të tjera për kartonin e lojtarit të kombëtares dhe nëse Trabzonspori vendos të blejë kartonin e Muçit, atëherë dhe për Beshiktashin do të ishte shumë e lehtë për të blerë kartonin e Aslanit nga zikaltrit e Interit. Javët në vazhdim pritet të jenë vendimtare teksa mediat turke raportojnë se të dyja klubet respektive janë të gatshme të investojnë për të përfituar nga shërbimet e dy lojtarëve shqiptar, duke qenë se forma dhe paraqitjet e tyre kanë bindur. Zyrtarizimi i Muçit dhe Aslanit në klubet e reja pritet që të bëhet javët në vazhdim, por këtu ekziston dhe mundësia që të mos qëndrojnë gjatë. Për Muçin ka shumë interesime nga Europa dhe shpeshherë është raportuar se mund të ketë një transferim të mundshëm në Premier League për shifra të konsiderueshme, të cilat mendohet se arrin deri në 25 apo 30 milionë euro. Për Trabzonsporin do të ishte padyshim një goditje e madhe në merkato që do të forconte ndjeshëm markat e klubit, megjithëse bëhet fjalë për të humbur një lojtar që këtë sezon është kthyer në liderin e skuadrës, sidomos që nga nëntori e në vazhdim ku golet e shënuar kanë qenë të shumtë. Media turke bëjnë me dije se Beshiktashi po shqyrton mundësinë për të ulur në tryezën e negociatave me Interin me synimin për të rishikuar vlerën e klauzolës së Christian Aslanit. Drejtuesit e klubit turk shpresojnë të arrijnë një marrëveshje më të favorshme ekonomike në mënyrë që gjatë merkatos së verës të sigurojnë përfundimisht shërbimet e mesfushorit shqiptar. Një skenar i ngjashëm është parë dhe në rastin e Ernest Muçit. Futbollisti shqiptar u transferua në formë huazimi nga Beshiktashi te Trabzonspori, ndërsa tani klubi fundit ka shprehur interes për ta mbajtur përfundimisht në skuadër. Megjithatë, drejtuesit e Trabzonsporit synojnë të negociojnë për uljen e klauzolës prej 8.5 milionë eurosh të përcaktuar në marrëveshje, duke kërkuar bisedime me Beshiktashin për të gjetur një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët.